Kur na ndajnë edhe pak muaj nga nisja e sezonit turistik, shumë zona vuajnë nga një problem i madh siç është ndotja nga mbeturinat. Në fshatin Trush, rrugës së Velipojës, këto mbeturina kanë zënë vend në këtë territor, duke krijuar edhe një shqetësim të madh për syrin e kalimtarëve. Kjo gjendje e krijuar ka shkaktuar një ndotje të ambientit pasi sapo afrohesh në zonën e fjalë, era e rëndë mbetjeve është e padurueshme. Vjen hedhja e mbeturinave në aksin Shkodër-Velipoj, pikërisht në fshatin Trush. Situata në fakt është tepër shqetësuese, duke qenë se banorët e këtyre zonave, përveç mbetjeve të ndryshme, tashmë kanë nisur që të hedhin edhe deg pemësh, që i krahasisin në përbaqet e tyre, duke i depozituar në këtë vend. Nga ana tjetër, institucionet përgjegjëse është e mira që të inspektojnë zonën e fjalë dhe të marrin masa të menjëhershme për pastrimin e mbetjeve të ndryshme në rrugën e Velipojës, e cila ka një qarkullim të madh lëvizje kryesisht gjatë verës dhe nuk është një imazh as pak i mirë në sytë të gjithëve.